njoftim nga SBA-ja për këtë lajm? Keni komunikim me ambasadën e SBA-s ose zoti Berisha për këtë lajm? A jeni kontaktuar nga Një përshëndetje për zemër për të gjithë ju. Edhe për Amerikën kjo përshëndetja? Unë flas për ju, po sigurisht. Konfirmohet zyrtarisht, bien sanksionet ndaj liderit të opozitës Sali Berisha. Tashmë njoftuar se kryedemokrati mund të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lideri i opozitës shqiptare Sali Berisha është liruar nga sanksionimi i shpallur plot 5 vite më parë nga ish sekretari i Shtetit Antony Blinken, që i pengonte atij dhe familjes së tij hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky vendim i marrë për hyrjen në SBA i është komunikuar nga Departamenti i Shtetit Sali Berishës në një bisedë telefonike disa minutëshe nga e ngarkuara me punë e SBA-s Nancy Van Horn. Lajmi është konfirmuar edhe nga vetë kryedemokrati teksa mbërriti në sallën e kuvendit. Se sot kemi një breaking news që besoj do jepet për procedurë. Unë erdha. U krye. Pas fjalës së shkurtër nga foltorja e kuvendit, Berisha ka folur për gazetarët, duke sqaruar se nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka patur asnjëherë sanksionim non grata, por sanksionim të vizës. Sot ajo që mund të them ju dhe çdo shqiptari u than Parlamentin e Shqipërisë u ktheva, përgjërsa jam këtu, unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund të them, unë u ktheva. Është non grata vetëm për ju apo për gjithë familjarët? Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Tjeni sigurt. Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Kur. Ka patur një sankcion vizën. Pra nga sot ju mund të lëvizni i lirë në Amerikë, ju dhe familjarët. Tani edhe një herë, se ti nuk e ke gabim që pyet, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova. Ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuatin Shtetet Bashkuara. Sot ju. Sot unë them u ktheva.